Prandaj, nuk mund të bëhen shkelet tilla. Bile po ta shohësh dëshmitari i parë apo dëshmitarja, se nuk e diun tani janë meshkuj e femër ata, e kanë bërë me dyert mbyllur ata fare, e kanë mbyllur për publikun komplet. Edhe dëshminë, edhe deklarimin, edhe thonjet e gjitha gjërat i kanë mbyllur për publikun. Çka për mua, kjo gjykat ka rënë në nivelet e një gjykate inkuizicionit mes jetës. Deri këtu ka shtrëngu vetveten, kjo gjykat duke e parë dështimin, me sa kuptoj unë, prokuroria duhet jetë kjo arsyeja se gjykata akoma nuk e ka thënë fjalën, dhe unë nuk dua të bëhem akuzuesi dikujt që akoma se ka zbardhur veprën e vet. Por prokuroria duke ndërmarrë veprime të tilla, duke hermetizuar këto probleme nga opinioni, po deklaron dështimin e saj, dështimin e akuzës që kanë bërë. Dhe ajo që tërheq vëmendje më së pari është largimi i prokurorit Smith, që unë e kam quajtur arratisja e prokurorit Smith, sepse realisht ai është arratisur. Realisht ai është larguar nga dështimi, që nesër të lindë drejta të thotë që po tisha unë, ngjarja do ishte zhvilluar ndryshe. General, e di se unë ka bërë përshtypje, unë kam lexuar kujtimet e Cala del Pontes, gjyqëtia, dhe ajo që më ka bërë përshtypje ishte një urrejtje e saj shumë e madhe për komandantët e UÇK-s, se sa dhe për vetë Miloševićin. Nuk e kuptoj këtë lloj ngarkeset të europianëve kundër shqiptarëve. Madje unë kam bindjen që po mos ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës do na kishin lënë ta masakronte Miloševići për çefin e vet. Dhe sot do kishim akoma një vatër lufte të hapur në zemër të Europës, se dy duar për një kokë janë pastaj kur vjen fundi. Por më bënte përshtypje ngarkesa e madhe që ajo kishte për Ramush Haradinën dhe për Fatmir Limajn. I vinte i natë pse dëshmitarët, pse nuk gjente dëshmitar, pastaj kur gjente dëshmitarët, pse ndronin fjalë dëshmitarët, punë të saj, domethënë. Ndërkohë që vrej që edhe në këtë rast, prokurorët po ngren porrahin, si i themi ne, ujë në havan, me dëshmimtar, me dëshmi të mbledhura nga shtypi, që ne e dim si funksionon shtypi, aq më tepër shtypi shqiptar, që 3 sherek janë Gjobaxhi. Juve si i mbani mend këta komandant? Po, njërë, kuptoj që tash edhe në fillim prokuroria ka për detyrë të jetë agresiv për të mbrojtur vetveten, për të mbrojtur veprën e tij. Po të mos flasim pastaj për këtë prokurorin aktualisht që ka deklaruar këtë akuzën ndaj këtyre burrave që kemi atje, i cili është prokurori që ka dështuar përballë Fatmir Limës, që ka mbrojtur akuzën ndaj Fatmir Limës dhe ka dështuar. Dhe ai tani do me çdo kusht të dënoj dikën, që thotë edhe unë jam i suksesshëm diku. Në imagjino me çfarë merren, ata janë vogëlsira personale të cilat ndërtohen në këtë çështje. Pa Juve e thatë, nëse do nisemi nga akuza, i bie që këta s'kan pas kohë të luftojnë, vetëm të merren me trafikën. Jo, marr vetëm ata që ka imagjinojnë këta që s'janë marrë me këtë çështje fare. Duhet të ulemi të analizojmë konkretisht. Ky gjyq kundër kujt po bëhet? Po thuhet që po bëhet kundër një grupi individësh, po thuhet që po bëhet kundër një grupi individësh, të cilët pas kanë krijuar një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Po atëherë, kush ishte pjesë e kësaj ndërmarrje të përbashkët kriminale? Pikërisht, pra, shumë e ligë si akuzë. Po pikërisht këtu duhet dalë. Pjesë e kësaj ndërmarrje të përbashkët kriminale janë gjithë strukturat e ushtrisë qendrore të Kosovës deri tek luftëtari i fundit i saj. Se janë pjesë, ata janë një strukturë, pavarësisht nga problematikat, kontrole mos kontrollet, pavarësisht nga vullnetarizmi i ushtrisë, pavarësisht nga ajo në një farë mënyrë e ka njohur një armik që ka përballë, edhe është vënë përballë atij armiku dhe ka vazhduar luftën, që ka qenë një armik me potenciale. Dhe ka qenë dhe aleat e NATO-s. Jo të pakta. Ta çojmë tutje mendimin. Atëherë, pikërisht, këtë organizat të përbashkët kriminale
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohën që në vitin 1998 si një ushtri çlirimtare. Dhe deklaron botërisht. Jo, nuk janë këta rebel, nuk janë irredentist, nuk janë terrorist, nuk janë islamik, janë shqiptar, janë djemë dhe vajza, burra dhe gratë, ati trulli, që s'duan të jenë të pushtuar dhe të sunduan nga dikush tjetër. Nuk kanë gjetë mënyrë tjetër për të vepruar, nuk janë marrë vesh me pushtuesin që të largohet, të shkojnë në shtëpinë e vet, dhe janë detyruar të marrin armë dhe të luftojnë. Prandaj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën mikë të kësaj ushtrie, të kësaj force të armatosur, që tash dikush po tenton ta kthejë në një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Atëherë, a është pjesë e kësaj ndërmarrje të përbashkët kriminale Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kështu del. Më vonë, unë kryua një masë e madhe dhe kjo ushtri gjeti për krajën gjermane, gjeti për krajën angleze, gjeti për krajën ngusht, pastaj gjeti për krajën formale edhe nga Franca, edhe nga Italia, edhe nga të tjerët. Kupton? Pra gjeti nga gjithë hapësira e antarëve të NATO-s. E botës demokratike. Po, gjeti për krajë sepse vërtet nuk kishte argument që këtë ushtri ta nxjerrnin jashtë loje si një organizatë terroriste që donin ta quanin, apo islamike si që quan disa të tjerë. Ndaj u detyruan të bëhen shok me ta. Dhe arritën deri atje sa të bëhen bashkëluftar me ta, duke e kthyer NATO-n, forcën më të madhe politiko-ushtarake botërore, në forcë ajrore të kësaj force toksore që ishte ushtria qeveritare e Kosovës. Pra, ju shtua një komponent kësaj ushtrie, ju dha një komponent botëror, ndërkombëtar. Atëherë kjo NATO, ky komponent që erdhi dhe luftoi në Kosovë bashkë me këtë forcë toksore që quhej ushtria qeveritare e Kosovës, është vërtet pjesë e ndërmarrjes përbashkët kriminale? Ky prokurori do t'i deklarojë në akuzë NATO-s, Amerikës, Gjermanisë, Anglisë e të tjerëve. Të i thash këto arsyetime, sepse unë po kuptoj që atje nuk po bëhet një luftë kundër ushtrisë qeveritare të Kosovës thjesht. Është vetëm aja lufta që bëhet ndaj ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe ndaj qeverimtarëve. Por atje po bëhet një luftë e madhe që është lufta lindje perëndim. Ka ndikim Rusia në Absolutisht. Rusia dhe kush është vënë në krah. Edhe Serbia. Dhe kush është vënë në krah me Serbinë. Rusia dhe kush është vënë në krah me Serbinë. Janë pjesë e kësaj politike që po ndeshen sot atje në Hag, për arsye se të siguroj. Nuk është ky hapi i fundit që bëhet kundër Kosovës. Nuk është ky hapi i fundit. Bile, po juve që e ndjekni nëpërmjet mediave, që e ndjekni, që e mbani informacion të freskët, mendoj që duhet të keni krijuar një farë ideje, ore pse s'flet fare Serbia ma për Hagën? Nuk e di, ju ka rënë që s'flet fare më. E ka kryer Ka delegu. E ka kryer ata, e ka delegu, ka mbaru punë. Ky hap është i kryer. Tani ka hapa të tjera jo. Dhe po ndërmerr hapa të tjerë. Ju po shikoni që po ndërmerr hapa të tjerë. E vërtet është. Më kupton. Pra, nuk është puna se ne po e ndalim. Ja, po i dënojmë që ato 8 burra atje, po shkojnë dhe e mbyllëm kapitullin. Do dalin në hape tjera. Në absolute. Këto janë hapa, si që janë shkallët për të ngjitur nga një katin tjetër. Dhe këto hapa nuk janë kënaqësi vetëm kundër shqiptare, po janë kënaqësi kundër gjithë asaj pjese të botës që ju kundërvu pushtimit serb të trojve shqiptare. Dhe kjo është një luftë e madhe. Ata 8 burra që i kemi në atje, janë thjesht një ushtarë që janë gjetur në vijën e frontit me pushkë në dorë. Dhe tani, siç lëkundet vija e frontit në një ndeshje të madhe, ikën një herë ashtu lëkundet edhe fati atyre. Ashtu lëkundet fati atyre. Edhe nëse do dënohen nesër, ti je i sigurt, nuk dënohen për fajin e tyre. Po dënohen se bota demokratike
nuk është në nivelin që ishte në vitin 99 për të mbrojtur vetveten, jo për të mbrojtur Kosovën. Kjo është e vërtet. Nuk është më në optikën e tyre kjo lloj lufte. Unë shikoj general edhe në median botërore, është ngritur një frym, madje unë për vete kam ndërhyrë disa herë me komente, është ngritur një frym sikur s'ka ndodhur asgjë dhe unë jam drejtuar nëpërmjet një emaili një gazetari dhe i thash, sa i thoshte, kjo bombardimi i Serbisë u krijua rastësisht. I thash, i shkruaj ta shikoj, i thash, nuk po të them që drejtoj burimeve tona, drejtoj burimeve serbe. Ka zbuluar prokurori serb për krimet e luftës varre masive kosovarësh në shqiptarë të Kosovës, brenda në Serbi që janë transportuar. Janë 14.000 femra të përdhunuara me shifra, i ke me emra dhe mbi emra. Gjithashtu i thash, mos harroj, janë 1 milion shqiptar eksodi që u përzun dhe po të mos ishte frenuar Miloševići, do ishin përzun dhe ata 1 milion të tjerët. Dhe në qoftë se të ka mbetur pak etik gazetarie, të lutem, hap i ke në YouTube pamjet që tregojnë refugjatët duke ardhur në Kukës dhe pastaj duke u strehuar në rajonet të tjera të Shqipërisë. Mirë, po në median ndërkombëtare po tenton, sidomos në median e majtë, të themi, megjithëse ishte ajo e majtë që e përkrahu UÇK-n, sepse Tony Blair, Schröder, D'Alema, Clinton, të gjithë ishin të majtë në atë kohë. Por si duket ka ndodhur një përmbysje, është ajo që thatë juve, ka ndodhur diçka në botë që duan të godasin ata burra që e bën këtë punë dhe ta nxjerrin tash që ka qenë një gabim i madh goditja e Serbisë. Ka qenë sepse kjo ishte një organizat terroriste, një organizat e trafikut të femrave, e trafikut të drogës, dhe nuk ka pasur një terror të tillë mbi shqiptarët. Veç të kemi parasysh, vetëm një gjë nuk duhet ta harrojmë kurrë. Në Kosovë, gjatë luftës, kanë vepruar dhe luftuar 70.000 trupa ushtarake jugoslave. Kanë vepruar 12.000 trupa policore, kanë shkuar dhe deri 20.000, po statike 12.000 trupa policore serbe. Kanë vepruar 8.000 forca paramilitare.